për në kohën e shpalljes është e qartë, domethënë fokusi se ka pas skllavëri, ka pas rob, ka pas madje edhe prej besimtarëve që kanë qenë të zënë rob tek pabesimtarët dhe Zoti subhan ka dashur që për shkak të rëndësisë madhe që ka jeta e njeriu, jeta e besimtarit respektivisht, ka leju që edhe përmes zakatit t'ju ndihmohet besimtarë në mënyrë që ata të lirohen. Më konkretisht dietarët e kanë specifikuar që kjo pjesë e zakatit i jepet atyre të cilët kanë bërë një farë marrëveshje me pronarët e tyre, sepse kanë qenë rob tek dikush dhe kanë bërë një lloj marrëveshje që për të liruar unë i paguaj, unë e bëj këtë pagesë dhe lirona. Pagesa me këste që kanë ekzistuar çish ata. Gjithsesi dhe kjo ka qenë ndoshta këtu ka qenë fokusi mirë, po sot ka ndryshuar gjendja, por dietarët përmendin kategori tjera të stata tjera të cilat mund përfitojnë nga kjo kategori. Për shembull, lirimi i pengjve. Kemi shumë besimtarë edhe sot të cilët janë në rreth lufte ose janë peng mirën. Madje disa dietarë kanë përmend nëse eventualisht edhe dikush kidnapohet, lejohet po të ndihmohet, për shembull nëse kërkon për mu liru, shpagim, gjithsesi i bojnë këto për shkak të përfitime materiale dhe dietarët kanë thënë që pikërisht prej kësaj pjese kategorie mund të ndihmohen edhe persona të tillë që të lirohen. Pengjet lirohen, madje refugjatët për shembull, njëra prej që kanë përmend dietarët bashkëkohor janë edhe ata njerëz të përndjekur të cilët janë padrejtisht, kemi disa vende muslimane edhe në përburgje dhe nëse eventualisht ata kërkohet që përmes paras, pra ka hapësirë që të lirohen gjithsesi se ka ky institucion ose kjo kategori është pikërisht për ta dhe lejohet që edhe përmes zakatit të ndihmohen për lirimin e të burgosurve, pengjeve e kështu me radhë.